Nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama te presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe udhëheqësit e 25 vendeve të tjera të botës u ulën në tryezën e Bordit të Paqes në ceremoninë historike në drejtimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në mesazhin e tij të parë në Bordin e Paqes, presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me $10 miliardë në këtë organizëm ndërkombëtar të krijuar prej tij me qëllimin madhor për të rikthyer paqen në lindjen e mesme. Vlerësime dhe falënderime për vendet që u bashkuan Bordit të Paqes, por dhe paralajmërime dhe kërcënime. Mesazhet e presidentit Trump ishin të qarta. Ai e nisi me Kosovën dhe Serbinë, teksa ju drejtua me një mesazh të drejt presidentes Osmani, e pranishme në tryezë. Bordi i Paqes me 27 antar u themeluar në 22 janar në Davos të Zvicrës në prezencë të presidentit Trump. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka autorizuar këtë trup që të mbikëqyrë zbatimin e armëpushimit në Gazë dhe të angazhohet në aspektin e qeverisjes dhe rindërtimit. Shqipëria, përfaqësuar nga kryeministri Rama, mori pjesë në takimin inaugurues të Bordit të Paqes me ftesë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas përfundimit të takimit, kryeministri Rama u përshëndet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ndërsa bisedës së tyre ju bashkua dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndërkohë, në Bordin e Paqes, Shqipëria dhe Kosova do të angazhohen me trupa ushtarak në Gaza.